Të tjera detaje dalin nga tragjedia e familjes Kola në Itali, që tronditi jo vetëm komunitetin atje, por edhe vendin ton. Sipas asaj që raportojnë mediat vendase, djali i familjes kishte telefonuar numrin e emergjencës, duke thënë se motra ndjehej keq, por gjatë telefonatës ai humbi ndjenjat për shkak të helmimit. Ai kishte dhënë adresën e gabuar, çka vonoi ndërhyrjen e ambulancës. Vetëm rreth orës 21:46, ekipet e urgjencës arritën te dera e banesës. Kur Turim Kola xhaxhai viktimave dhe 2 karabinier tentuan të hynin brenda, mungesa oksigjenit i bëri edhe ata të ndjeheshin keq dhe u nxorën jashtë për ndihmë mjekësore. Në dëshminë e tij xhaxhai është shprehur vazhdimisht se nuk ka mundur dot t'i shpëtonte pasi ra të fikët. Sa kaq në vendlindjen e familjes Kola, Grykshi i Madh në Peqin, situata paraqitet dramatike. Të afërm e fqinj shprehen të shokuar me atë se çfarë ka ndodhur. Kemi shumë të rënditë nga ngjarja që ka ndodhur. Kemi robin tonë, nuk bëhet fjalë që na vjen keq, edhe vetë jemi të habitur, ndodhi kaq e papritëm kaq shpejt. Se di çfarë të kush vetëm ngushëllime, nuk jemi shumë të pretur, shumë të rënditur. Na mirë të mene që dohte kjo lloj gjëje. Nuk kam mirë të mene ndodh. Kemi tonë, kam kushërit parë, edhe janë tonë. Jemi tonë, e kupton, nuk bëhet fjalë. Motra vëllez. Motrat, nana ime me nana e tij janë motra, e kupton. Jo. Përveç ngushëllimit nuk e asnjë lloj reagimi tjetër më. Timet e mia me ata janë ku ka po vitrisin jetë. Kemi pi kafe, jemi përshëndetën e kaq shi. Ty jemi ndanë, kemi pas kontakt më, ai në punë, te në këtë. Kjo ka qenë kontakt. Veç në vitri. Pasim në për këtë familje. Kjo ka qenë familja më e rregull, familja më e mirë e fshatit. Për këtë tragjedi që na ka rënë, jo vetëm fshati, por gjithë zona, gjithë Shqipëria është zi për këtë pjesë. Çfarë duhet më thënë më tjetër në për këtë? Na ka keq, jemi fshim, ne kemi fshatarin ton, kemi shku mirë. Është një tragjedi e madhe për këtë familje. Sidomos për fëmijët, për të gjithë të katës të familjes. Është gjë e madhe, në rënd për ne. Edhe si fshat edhe familja tyre mori fund. Ka qenë rapuntor, hallexhi, bile se jati ka vdek, se ka pas të jatin, dhe shëntamë nga ata. Jati ka qenë burri mirë, elektricist. Ka gjithë ka rrit me sakrifica të fund. Ja, tragjedia që ndodhi, i mori jetën, që t'i bëjmë. Punë të Zotit, edhe tyra, së di që të thosh. Kjo është për mu, ngushëllim e familjes, që t'i them tani. Tragjedi i gjatit i fshatit tonë, na jemi gjithë shokuar. Jo vetëm fshati, jo, po gjithë Shqipëria të zi e madhe. Çfarë të thamë edhe se kemi të krasë, nuk kemi as fjalë të krasë mua. Nga dy fjalë. Ngjarja ka tronditur komunitetin e vogël në Itali, ku familja Kola ishte shumë e vlerësuar. Si shenjë zi është anuluar parada e karnavaleve, ndërkohë që në Shën San Gusto mbahet vigjilje lutje për viktimat.